shkollën fillore Azem Bejta në Grabanic të Klinës, u bë zbulimi bustit të herojit të kombit Azem Bejta, i cili udhëhoqi shumë lufta në betejë shkatrimtare për armikun, derisa në vitin 1924 dha jetën ballë për ballë me armikun slav. Për këtë emër që kishte kjo shkollë, pati sulme të shpeshta nga serboslavët, qoftë edhe shqipfolës pushtetar të kohës, ku kërkohej largimi i emrit të shkollës. Fal rezistencës së ish drejtorit të shkollës në atë kohë, Selman Etemi, por edhe të bashkëfshatarëve të Grabanicës, largimi i emrit të shkollës nuk u arrit asnjëherë. Zbulimi i këtij busti u bë për nder të ditës së shkollës dhe me këtë rast u mbajt një program kulturor artistik, i përgatitur nga stafi dhe nxënësit e shkollës, duke reflektuar për kushtimin dhe talentin e tyre. Para se të filloj intervistën me përfaqësuesin ose kryetarin e fshatit Sejdi Balecin, besoj që edhe ky është i fjalës që mos ta fillojmë intervistën pa e përshëndet edhe njërin prej atyre emrave që u fol mjaft shumë këtu. Për ish drejtorin besoj që edhe ju jeni të pajtimit që me përshëndet shumë Selman Etemin, i cili me zemër sot ka qenë këtu, mirë po ja që nuk pati mundësi me ardhë nga Gjermania dhe me marrë pjesë këto. Faleminderit mas pari për juve që keni gjetë kohë me armi, për televizionit juve, për teje, Bacezesh. Me knatësi kemi ardhë sepse Klina me gjithë rrethin gjithmona mirë pret. Edhe me knatësi ju për cilëm çdo herë. E përmendë drejtorin se unë kam qenë njëri më i afërt me to, sepse na ka lidh edhe si koishi, edhe puna, edhe arsimi. Unë për në atë kohë, më qenë kujtar e Këshillit Financimit për këtë bashkësi lokale, që kom të bu mjetët të ndihmoj këtë shkollë, këtë arsim, të thotë mjetët kanë qenë këti lokaliteti, të këtyre njerëzve që sot janë këtu. Kontributi dhe regat kanë qenë tonë. Selmani ju ka dalë në balë këtyre, por nuk ka qenë vetë Selmani vetë. Selmani ka qenë në shkollë, në tjetë këna qenë në aktivitete për çdo ditë, jo njëherë, por për çdo ditë. Edhe me plot përgjithësi, si nuk po du me i përmenë gjithë me emna, se e di si dikuj mujme me jetë bëzh, ne jem pak i pikluar, ne jem pak, jo po shumë i pikluar që në mesin tonë nuk janë shumica e aktivistëve që kanë qenë vitet 90. Unë tash komet, atëherë jem konë aktivisti më i ri. Kur e më tash komet maj vjetë edhe mas keshti. Shumica për tyne, që të thash mos t'i përmeni me emna se dikuj mujmi me të bërgjë, nuk jetojnë mo, nuk janë mesin tonë mo. Dikush do kanë vdek vetë, do kanë janë vëra, do njërat ndryshme. Disa për tyne sukur Selmani kanë shku në migrim jashtë, nuk janë këtu. I kemi edhe do që janë vjetër me kushtet dëmta shëndetësore që s'kanë mujtë as këtu me marrë pjesë, edhe për ata ndihem pak i pikluar që këtë ditë, këtë bus që kena punu shumë, këtë emën që kena dhonë shumë si lokalitet, e kem mbrojt në çdo kohë. Buj me të thonë, nuk ka ndoshta shtëpi apo familje kësaj jone që nuk o rren nga Serb që kem pas tu lokal Gjojqisht dhe Garisht, që nuk o rre,
për këtë shkollë, për këtë fshat, për këtë emën, e shumica për tyne, sot nuk janë mesin tonë, po inshallah Zoti ja u shpërblen, që ta kishin pa edhe ata këtë dhurat. Ky bost o duft ndërtohet qysh ma herët, po faleminderit tash të pej pushtetit, pej iniciatorit, Selmanit, fshatit, shkollës, që gjetëm një pekare, thot një fjallë ma mje vonë se hish, se ky ko do baba. Njerëz të këti mjedisi, që ti fshati, dhe të fshati o për rreth, kanë kontribu jashtëzakonisht shumë. Jo cëllë shkollë, po të thëmë, ka qenë edhe është, ky lokalitet, ku jemi sot, onë një ndër fshatet e parat të kollura në Kosovë, pas Qirezit, Likoshanit, Jashare dhe Haredinaj, fshati parë që në majtë 98-ës o kallë nga sërt lokal. Po në fundit, në erdha e dite, jona ajo që e kem pëjtë shumë, ajo që jem re shumë, jem dënu shumë, në erdha sot të festojmë ato, inshallah di me gëzu, edhe di me festu, edhe nuk di me harru. Selmon e faleminderoj, i faleminderoj gjithë aktivistat tjerë, gjithë që kanë punu për të mirën e këti veni, e për të mirën e këti kombi, i faleminderoj gjithë atë që s'kanë mujtë më ardhë, e inshallah këta kanë shku në atë botë, në atë jetë, po kanë shku me një dëshirë të madhe që nuk kanë mujtë më realizu për atë që kanë punu dhe që kanë mendu. Unë jam mirë njës shumë, me stafin me kanë kom punu, me njës me cilë të kom punu, jo mirë njës edhe me këta tashmatrit që punoj, se dhe tash ke bo punë, shien punë, më shatë që i kem bo gjitha këto, jenë bo më angazhimet tona e me përkrajën e pushtetit. Do të thotë, pa përkrajën e ty në s'kishim mujtë me arrit, po kem angazhime që i kem bo edhe vetë, po kem gjetë një gjutë për bashkë, edhe me kujtarin, edhe me drejtarit, edhe me ato, që të realizojmë shumë projekte. Kem bo një punë që kanë bo pak fshate në Kosovë, që veç në 2004 na ju kem bo pa di që të në serbe lokale, edhe asë një pëjtyni nuk o i këthym këtu, gjithë me fleta reste, do të thotë, me dëshmi që e ballafaqu para prokurorisë speciale, para gjykatës, punë që u duhet me bo me lasë, masi ka përfundu lufta. Edhe për gjitha këto, nuk jam une, po jam une me shok, e unë i bata shok që i kom pasë për para bashkë. Zotër Sejdi Valesi, faleminderit shumë. Tash muj me shku, faleminderit, muj me shku me vizitu edhe një 2 monumente, i kem historike, i kem të vorezat, e shumë vjetat fshatit që, e kem nga një monumente edhe një dhëmë të fshatit, muj me vizitu, shkollën e vizitum, unë i shkollë shumë modeste, me një staf shumë të mirë, me punëtorë shumë të mirë, me njerëz shumë të mirë, edhe me nxënësa shumë të mirë. Pe kësaj shkolle kanë dalë kuadra doktor, ambasador, doktor shkenca, ministra, pe kësaj shkolle kanë dalë. Edhe jemi krenar për ato që kena rrit, edhe jemi krenar që ka rrit këtu edhe që ka bo, sepse kjo është bërit të gjithëve. Në këtë ditë të veçantë për shkollën dhe fshatin Grabanic, morën pjesë kryetari komunës së Klinës, profesor doktor Zenon Elezi, së bashku me stafin e tij, përfaqësues të policisë, stafi i shkollës, aktivistë e veteran të arsimit dhe ata të cilët ndër vite kanë dhënë kontribut të çmuar për shkollën dhe zhvillimin e fshatit. Si dhe kjo fest u madhështua edhe më shumë me pjesëmarrjen e prindërve e nxënësve. Mirëseardhje të gjithëve u dëshiroi drejtori i shkollës, njëherët nikoqiri i kësaj dite, Fadel Berisha. Mirë se keni ardhur në kremtimin e ditës së shkollës. 24 maj për shkollën tonë është datë historike, sepse festojmë 79 vjetorin ditën e kësaj vatre arsimore, e cila është histori me vete, me traditë, arsimimi, urtësie, krenarie dhe qendrese adhetare, e cila qëndroje pale kundur ndaj represionit dhe dhunës nga shovinizmi serb gjatë vitet të 90-ta. Atë këtyre dekadave në këtë vatë arsimore e është punuar me përkushtim të madh në arsimimin dhe edukimin e shumë gjeneratave të reja dhe njëkohësisht në zhdukjen e analfabetizmit, dukuri kundër pastrimit etnik që çdo herë kem luftuar si vend dhe si bashki lokale. Në këtë drejtim, ishin të angazhuar një numër i madh i profesionistëve arsimor, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre nxorën kuadra të profileve të ndryshme,
por gjithmonë duke pasur parasysh frymën e shëndosh në ngritjen e vetdijes kombëtare dhe duke i kalitur që të bëjmë ballë shumë sfidave dhe padrejësive që vijnë nga poshtues shovinistë serb, që përmes formave dhe veprimeve të ndryshme kanë penguar pa ndërprerje ecën përpara të arsimit shqip. Shkolla jonë puna ka filluar në tetor të vitit 1946 me hapjen e klasës së parë. Me 1 gusht të vitit 1972, shkolla jonë përvërsohet nga shkolla 1 Maj e Drenocit dhe me emrin e adhetarit Trimi dhe Patriotit Azembejta. Të nderuar pranishëm, vlen të përmendet viti 1988, ku shkolla jonë kishte presion për ndrimin e emrit Azembejta. Dhe prapë se prapë kjo vatër arsimore dhe kjo bashkësi lokale e mbrojti me fanatizëm. Të nderuar pranishëm, vlen të theksohet se me datën 26 maj të vitit 1992, në përleshje me policinë kriminale serbe, e zhvrar kolegu dhe miku ynë Tahir Berisha nga Leshani, i cili po atë ditë vrau një polic serb. Në janar të vitit 1999, o vra kolegu ynë Muharrem Bytyqi nga Sfen ka thot, ndërsa sonte asaj ditën nuk ditë fati për kolegun dhe mikun tim dhe të shkollës sonë, dëshmorin e Berisha, ku shëmbëtyra dhe dashuria, tërmëria dhe vlerat e shumta të tyre jetojmë në sot. Respekt dhe nderim për familjet Berisha dhe Bytyqi. Shkolla jonë ka afër 300 nxënës dhe 37 mësimdhënës dhe 5 staf teknik, sekretar dhe psikolog shkolle, se bashku me paralelin fizike në KPUZ. Kabinetet e kimisë, biologjisë dhe teknologjisë kanë pak pajisje. Jemi shkolla e parë pilotuese për kornizën kurikulare të Kosovës dhe kurikulin bërtham në nivel komunal, si dhe kemi përfunduar me sukses si shkolla e parë vlerësimin e jashtëm nga CIAPEI. Shkolla jonë mban me krenari emrin e herojit Azembejta, i cili u lind në dhjetor të vitit 1889. Azembejta kishte traditë frymëzuese, familjare e adhetare, por edhe heroike. Në verën e vitit 1924, në betejë me kriminalët serb në Drenic, u plagos dhe në tërheqje sipër, me 26 korrik të vitit 1924, në malet mes glarejve dhe përqejeve të vdes për të mos vdekur ku lavdia dhe heroizmi i tij. Prandaj, sot vepra e tij do të vlerësohet me busin e tij si patriot, trim dhe adhetar që shkolla jonë mban me krenari dhe nder. Shkolla jonë ka një traditë për aktivitete kurikulare, si kuizet e diturisë, vlerësimin e brendshëm, vlerësimin për shkallë, por edhe aktivitete ekstra kurikulare, si gara sportive, gara shkencore e tjerë. Para jush zotohem, se do mundohem me gjithë kapacitetin tim, me stafin arsimor që kësaj vatre arsimore, t'ja kthej namin dhe reputacionin e merituar në nivel që kërkon koha. Përballë kemi shumë sfida, ku fokusi është zhvillimi profesional i mësimdhënësve, pengimi i dukurive negative në shkollë, maksimalisht të motivuan të gjithë stafi arsimor, gjithë përfshirje, ngritje performancës së shkollës, krijimi një ambienti motivues, kreativ dhe miqësor dhe të sigurt për gjithë nxënësit, por duke mos harruar asnjëherë përgjegjësinë dhe llogaridhënien e secilit nga ne. Planet e kemi të mira, synimet e kemi të qarta dhe vullnetin e kemi të madh për të ngritur shkollën në nivel të kohës që e meritojmë. Qoftë e bekuar kjo shkollë dhe këta nxënës që janë edhe krenaria dhe misioni ynë. Urimi i ditës shkollës e gëzofshim në shkollën e re. Kënaqësi e ndjerë që jam menaxheri dhe shërbëgësi vatra arsimore dhe këtij komuniteti që jam rritur me ta dhe janë edhe krenaria ime. Për të nderuar këtë ngjarje u ftuat marr fjalën kryetari i komunës së Klinës, profesor doktor Zenon Elezaj, i cili i uroi për ditën e shkollës dhe shtoi se ndërtimi i këtij busti do të mbetet si një kujtesë e dëshmi për të kaluarën tonë të lavdishme e heroike. Është kënaqësi e veçantë të jem sot këtu bashkë me ju për një arsye sa të rëndësishme, aq edhe të veçantë, si për nxënësit, mësimdhënësit, kremtimin e ditës së shkollës Azembejta, njëkohësisht zbulimin e bustit të herojit të popullit, herojit të Kosovës, luftëtarit revolucionar shqiptar dhe udhëheqësit të lëvizjes kaçake që luftoi për bashkimin e trojës shqiptare Azembejta.
Është një ndjenjë edhe me veçantë të gjendëm sot në mesin tuaj në këtë shkollë e cila ka një traditë të pasur, të lavdishme, po aq edhe krenare. Në tetor të këtij viti mbushen 79 vjet nga fillimi i mësimit në shkollën e Grabanicës. Në vjeshtën e vitit 1946 këtu filluan mësimit gjyshërit tuaj. Në atë ditë u hap një dritare re për rinin e asaj shkolle, një mundësi e re për popullin shqiptar të kësaj ane për ta shërënjosur analfabetizmin. Ajo që nuk mund e nuk duhet të na ik pa përmend është se kjo shkollë, njëjtë sikur Trimi i Maleve Azembejta, i cili mishroi rezistencën shqiptare për shtërim, kjo shkollë në vitet e 80-ta stimuloi dhe dha një shembull të rezistencës së shqiptarëve kundër shtypjes dhe pabarazisë në Kosovë. Sakrifica e Azembejtës u pa si pjesë integrale e përpjekjes kombëtare për të shtruar Kosovën nga sundimi serb. Ndërsa sakrifica e mësimdhënësve të kësaj shkolle ishte shumë e rëndësishme për ta mbrojtur arsimin në gjuhën shqipe gjatë okupimit serb. Janë 3 mësimdhënës të kësaj shkolle që janë vrarë nga okupatori serb, Tahir Berisha, Muharrem Bytyqi dhe Nebih Berisha, dëshmor i kombit. Mësimdhënësit, personeli i shkollës, qytetarët e fshatra përreth, në fundvitet e erta të 80-tave u vunë në mbrojtje të emrit të shkollës. Guximi, vendosmëria e adhetarizmi qytetarë bëri që shkolla të mbaj emrin e Azembejtës, një luftëtar trim që mishroi rezistencën kosovare shqiptare. Kjo shkollë është dëshmi se tash 8 vite arsimin e klinë është prioriteti ynë kryesor. Me vetë financim, me bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit e institucionet të ndryshme kemi kryer investime të mëdha si në përmirësimin e infrastrukturës në shkolla, ashtu edhe në pajisjen e të gjitha shkolla me kabinetet e nevojshme. Përkraja e investimet e institucioneve komunale nuk do të mungojnë asnjëherë dhe në vazhdimsi për realizojmë projekte të reja për të përshtatur metodave inovative të procesit mësimor. Bashkë me përkrajnë institucionale e kaluara e shkollave si simbol i dijes dhe detyrisë, simbol i organizimit dhe rezistencës popullore, duhet të jenë frymëzim për mësimdhënësit e nxënësit për të punuar me përkushtim maksimal e profesionalizëm për të rritur edhe më shumë nivelin e cilësisë në arsim. Mësimdhënës dhe personel i shkollës, nxënës të shkollës e gjeneratave të reja, ju dëshiroj sukses të vazhdueshëm, sepse suksesi juaj është shkrenari, sukses edhe për ne. Urime dita e shkollës. Përfaqësuesi i fshatit Grabanic, Sejdi Baleci, gjatë fjalimit tregoi para të praneshmëve për sfidat që ka kaluar stafi i shkollës, që nga tentativat për ndryshim të emrit e deri tek probleme tjera që kaluan punëtor shqiptar të kësaj shkolle. Dhe tani, fal gatishmërisë së ish drejtorit të kësaj shkolle në kohrat më të vështira, Selman Etemi, mori iniciativen për ngritjen e bustit të heroit kombëtar Azem Bejta. Shtoi gjatë fjalimit të tij Sejdi Baleci. Sot jemi të buar pa kësaj vate arsimore, që të përrojmë bustin e herojt të kombit Azem Bejta, emrit të cilit me krenari e mban kjo shkollë, mbi 5 dekada. Gjatë gjithë kohës, kjo shkollë ishte cak i sulmeve nga pushteti policor serb lokal, e sidomos për hekjen e emrit Azem Bejta. Po kjo kur nuk u arrit sepse rezistuam bashkarisht dhe ja dolëm bashkarisht. Kjo shkollë çdo herë ishte shembull për të mirë dhe dallohej nga shumë të tjera. Këtu u mbajten edhe shumë organizime si që ishin ato me procesin mësimor, si që ishin tubimet protestuese për mos ndryshimin e amandamenteve kushtetuese, tubimi për krahas minatorëve të EPS-s, tubimi për aksionit familjen ndihmon familjen, tubimi për ndihmë dënicës, këtu u mbajt edhe në nivel regional të PS shënimi 10 vjetor të demonstratave të vitit 1981. Kjo shkollë, bashkë me këtë lokalitet, për të gjitha këto që ndodhet ishte halë në sy e atij pushteti. Pati raste edhe të përlloqjes dhe mbishkrimit të shkollës dhe emrit të Azem Bejtës, por me njëherë vendos të tjetër mbishkrim edhe me i bukur. Dhe tani, fal gatishmërisë që ish punëtorit dhe drejtorit të kësaj shkolle,
Në kohën e matë ushtria e Zotit Selmon Etemi, i cili mua iniciativë për ngritjen e busit kombëtar Zembeta. Dhe kjo përkan nga ne përfaqësuesit, nga komuniteti, nga udhëheqja e shkollës, e veçanërisht nga kryetari dhe drejtori i arsimit u realizu edhe ky bust. Kom në emrin të Këshillit Organizativ të Fshatit, ne kemi përgatitur një 3-4 milionë për këtë punë, për këtë kontribut për ato. Ftoj zënun e lezën të merë një mirënjohje që kemi për kontributin që ke dhanë për ndërtimin e këtij busti. Edhe për tjerë. Ftoj edhe që malë që i diun për një mirënjohje për realizimin e këtij projektit të bustit të herojt Zembeta. Ftoj drejton Bardhecin për kontributin e dhanë për realizimin e këtij projektit kësaj shkolle ku sot jemi ne atëherë si zavend si ministër, tash si drejtor urime. Edhe një përfaqësues nëse është i familjes Tahir Berisha, i kemi si fshat obligim atij veprimtari që ka punu, ka rreziku dhe ka dhënë jetën e sot dikush e kemi një mirënjohje edhe për ta. Zenon Zeqa, aktivist shumë vjeçar i komunës së Klinës, gjatë fjalimit u shpreh se këtu u rezistua fal 5 fshatrave të këtij lokaliteti: Grabanicës, Bokšiqit, Dolloves, Qeskovës dhe Puzit. Nuk ishte rastësi që shkolla fillore Zembeta në Grabanic kishte një organizim të papor, jo vetëm në komunën e Klinës, po edhe më gjerë. Këtu u rezistu fal 5 fshatrave të këtij lokaliteti: Grabanicës, Bokšiqit, Dollovës, Qeskovës dhe Kpuzit. Unë do përmend vetëm një segment, një ngjarje, kam shumë, sepse me lokalitetin e bashkisë lokale të Grabanicës dhe vetëm me këtë shkollë jam i lidhur, sepse nga vitet 81 ta këndej, çdo rezistencë që është bën, kam marrë pjesë dhe jemi konë pandalshëm. Po përmend një segment që lidhet me vitin 1989. Cila është ajo ngjarje? Ishte 23 marsi i vitit 1989, u suprimu autonomia e Kosovës, Kushtetuta e 74-ës mori fund dhe shka duhet të bëj? Shqiptarët duhet ke parë se nuk ka kthim mbrapa. Është hera e parë thëmë përgjegjësi që shqiptarët bëhen bashk dhe ja fillojnë të rezistojnë. Njëjtën gjë e bëjmë na këtu në Bashkinë Lokale të Grabanicës, pikërisht në këtë shkollë. Në ditën e nëntorit vjen një emisionar nga Serbia me emrin Çatović, i cili kishte marrë për detyrë. Hajtë tash mas janë rrumë amandamentet e kushtetutës se krajini socialiste autonomët Kosovës, është letë, pëja fillojnë me nënrimin edhe institucioneve. Në vazhdën e këtyne, ishte edhe shkolla fillore Zembeta në Grabanicë, shkolla mesme Luiq Garakuqi në Klinë dhe shtëpia kulturës Johana Dukaqinit. Ne këtu në Grabanicë, duke i falendëruar të gjithë aktivistët e këtyne 5 fshatrave, e bëm ato të pamundshëm. E një urim për këtë ditë pati edhe kryetari i Kuvendit Komunal të Klinës, Fadil Gashi. Drejtor, faleminderit, kryetar, komandant, këfar, drejtër, ish drejtër, nxënësa të dashur, personel arsimor, staf teknik, gjithë ju të pranishëm, fshatra për rreth, me mbetet veç t'ju uroj, t'ju falenderoj për ftesën dhe t'ju uroj ditën e shkollës me plot suksese të ju nxënës arsimtar edhe në familjet juaja. Faleminderit. U kthye në kujtimet e viteve të 90-ta, në vitet ku përjetoi dhe kaloi shumë sfida të cilat nuk ishin fare të lehta. Për këto, fjala ju dha aktivistit dhe profesorit Adem Geca. Me lejoni të kthehem në kujtimet të viteve 90-ta dhe bashkëpunimin që kisha me drejtorin e parë të shkollës së pavarur me programe vetëm shqip që historia e shkollës shqipe nuk njihte, sidomos të trojtë e shkputura nga Shqipëria, profesorin Selman Etemi, kryetar të lidhjes arsimtare shqiptar
bashk me zavencin e tij Bashotin, Gjafer Bashotin. I përshëndes të gjithë ata arsimtar që ishin pas tyre e me ta e përkra tyre e në ballë. Të këtij kolektivi dhe gjithë arsimtarët e komunës e Klinës që atëherë ishin jo veç arsimtarë që mësonin shkronjat, po të njëjtën kohë ata prodhuan edhe ushtar, edhe çlirimtar, nuk i mësuan vetëm të shkruajnë, po edhe t'ja luajnë gishtin. Mes emocioneve të veçanta, kujtoj pak nga e kaluara edhe aktivisti Florim Zeqa, i cili solli edhe telegram përshëndets dhe të veçantë nga iniciatori gjithë kësaj ngjarje ish drejtori i shkollës Selman Etemi. Unë duhet të shpreh këtu një emocion të veçantë që e ndjej sot, që saktësisht një ditë para ditës shkollës, 30 vite më parë u largova nga ky mes. Dhe ja sot, pas 30 vite u ktheva bashkë me ju për të taku përsëri në një ditë të madhe, në një ditë madhështore, në një festë të dy fisht, si që është kjo, e ditës së shkollës dhe zbulimit e busit e herojit kombëtar. Vërtet, kam ndjen krenarie, mollë dhe nostalgji për këtë objekt përballë që e kemi të shkollës. Nga se ky objekt është objekt në cilin e kemi zhvillu rezistencen dhe të gjitha aktivitetet e viteve të 90-ta në përballje me forcat pushtuese serbe. Dhe vërtet ato kujtime të bukura, ndjenja dhe molli dhe nostalgjia e pafundme më kanë ndihmuar që t'i kaloj sfidat dhe vështërsitë e jetës në emigrim. Unë me që mu ngarku si detyrë ta përcjell një telegram përshëndetës për ish drejtorin e shkollës të vitet 90-ta të vitet pavarësisë, më lejoni të lexoj një telegram përshëndetës nga Selman Etemi. Të nderuar pjesëmarrës, në pamundësi të jem në mesin e juaj, me lejoni që me pak fjalë të ju shpreh urimet më të përzemërta, në rastin e përurimit të busit të herojit të kombit Azembeta dhe njerit ju uroj edhe ditën e shkollës. Kjo votër e diturisë, përkundër shumë vështërsive të kohës, çdoherë ishte shembull i të arriturve në dienzanje dhe në dhënjet të diturisë nga stafi arsimor. Një falënderim të veçantë i takon faktorit komunal që bëri financimin e këtij busi që prej sot ngreshtat dhe po na madhështon dhe kënaqëron si komp. Selman Etemi, Hamburg, Gjermani. Pas fjalimeve, kjo ditë vazhdoi edhe me një program kulturor me pika muzikore e të vallëzimit, përgatitur nga nxënësit dhe stafi i shkollës. Vjetë thras lirin, 2000 vjetë pres drejtsin, brojta flisë far, emrin shqiptar, sot të bëj qiellin shami, veç dy gisht e lill mbi sy, emrin kam Kosovë, jepin Iliri. Jemi garda kosovare, krye lartësa këtë male, zemrën Dardani, qakun Shqipëri. Jem Kosovë kalane thinja, kush mi shkel projet e mija, edhe copë e grim, kush ma prek tiri. Gaza jon, zemra jon, forca e athleu, besën dhe trimëri, fryme Skënderbeu, rofshë qof për gjithkon, bruni hyniri, këtu në Dardani. 27 vite bëjmë vlla, nisin nga të uta dhe agrone, vite të vështira për jetën shqiptare. Arrestime, burgosje për shkatime, jo, këti poplis mund t'i hedhësh hisyve. O prindër,
e ju motra e vëllezërt e mi. Atë ditë që rat ju lindët përsëri, këtu prehet trupi i timit mësues, e i timit nep, mik, kojshi, e i timit daj, e i times gjyshe, me flokët gëshëtare, e i times flëtore, e i times abetare. Ndaloni, shikoni, ku mbeti Serbia, shkoj nga erdhe, nga Greku e Rusia. Në këtë vend gjithë qka mësova, në këtë vend për jetu vetë dijesova. Aty ku gjithmonë, derë dhe ditëria, është vendi shejt ku pasurohet fëmia. Kur të ardhmen time, vazhdimisht të ndëroj, asgjë pa shkollën nuk mund ta mendoj. Në çdo kënd të soj, ka zëra që mësojnë, të vegjelit të mëdhenj, ëndra që ndërtojnë. Shpresoj që askush të mos mbetet jashtësoj, ajo është foli e ngrët, mbushur plotësor. Busti liris, në zemër të Drenicës, lindin jetrem, me shpirt të zjart, me zemër flakrem. Azem Bejta, biri Kosovës, së roberuar me pushk në dorë, kurrin e nështruar, në male fush me nënën Shqipëri, a i betohej për ndere liri, kunder pushtuseve su përkull kur, zari ti jehën bigur. Sot bustyt në shkollën ton grihet, me krenari gjdo zemër frymzohet. Në obër të soj do të rish, si shenje ndërimi për trimërin. Të jesh si Azemi, guximtare besnik, të mbrosh të vërtetën, të jesh shqiptarin drit. Ky është amaneti që ajna la, me gjakun e ti, lirin që e dha.
mbrapa nesh, po vazhdon festa e ditës së shkollës Azembejta të programit të cilën e përsollëm pak më herët. Unë këtu afër vetës kam dalur një aktivist i cili ndër vite ka dhënë kontribut të madh dhe për gjitha këto kontributet të tia dhe për gjithë punën e tij të pareshtur do na tregoj ai vetë personalisht. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë si në orë në fshatin tonë, mune këtë ditë të gëzimi sot e ditët shkollës tonë që me krenaria më bënë emnin Azembejta. Atëherë, tregom pak për kontributin tuaj personal, familjar, që keni dhënë për fshatin, për shkollën, për arsimin në përgjithësi. Po thuaj se na si fshat, edhe si lokacioni barsisë lokale këtu që përbehet me 5 fshatra, ku si kryeqendër është fshati mu këtu Grabanica, në vitet e 90-ta, por edhe para vitet e 90-ta ne si lokalitet e kena jep një kontribut të çmuar rreth arsimit, duke bazë për bazë se në ato vite edhe na larguan prej shkollave dhe pjesa okupatorit serb. Duke i falenderu të gjithë fshatin, që thamë me përgjithësi të plot se nuk ka shtëpi ose familje e kësaj ane e këtij mesi që nuk ka dhënë kontribut të veçantë rreth kësaj shkolle. Duke u nis si shkolla shqipe, duke pajisur me gjitha me mjetet, me stufa, me drumë, me ngroje, me gjitha ato që avdashke përndzon, për një kohë të gjatë, po thuaj se një 4-5 vite, nuk ka pas djalë i këtij fshatit që nuk ka qenë edhe si lloj roje, kujdesarie, që mos po ndodh rreth shkollës, rreth mësuesve, rreth nxënësve diçka. Unë jam një gjeneratës që thuaj se gjeneratat e para që jem të larguar nga vitet ku edhe si maturant. I gjeneratë e parë jam që im koni larguar nga shkollat e mesme, edhe në ato kushtet të okupimit, po nuk jena ndalë asnjëherë, edhe rreth kontributit të shkollës edhe mësimit edhe dijes. Unë në vitin 1992 kam vazhdu për shkak që edhe represioni serb kërkimin e shërbimit ushtarak, jam detyruar të largona dhe të shkoj të studioj, edhe të pas për bazë dhe kontributin e prindit e familjes se konkretisht babai im ka qenë edhe kryetari i barsisë lokale të këtij mesit, ku pas du me përmen emna, e ka një kontribut të jashtëzakonshëm të gjithë, me shokët e vetë në gjithë në fshat, i kanë një bashkëpunim, një koordinim të mirë, po thuaj se i kem pas edhe si prind, edhe si shka dush që i kanë si e mbredh ndaj neve. Unë jam detyruar të vazhdoj edhe fakultetin e Mitrovicës, në drejtimin e gjeologjisë, edhe fal përpjekjes që prindis me çdo kohë ishin edhe prind tanë, po dhe lokaliteti tu që na të shkollohem, edhe mos ndalem edhe pse të gjitha represionit ishin këtu që të na ndërpritet shkollimi, na kem vazhdu edhe me krenari. E sot fal punës mirë dhe fal gjithve iniciative të bashkëtarëve tonë edhe këtu, sot po na kthehet mas një kohë të gjatë, po na kthehet edhe busti i një herojt kombëtar siç është Azembejta, e jem me nder dhe me krenaria se shkolla jonë e mban këtë emër. Faleminderit për juve, faleminderit për gjithëve ata kush ka dhënë kontribut që të paktën në drejtim të mirë, që të kemë një arsim edhe të jenë fëmia jonë sa më të edukuar. Nuk kaluam nga kjo ditë e veçantë për shkollën Azembejta dhe gjithë banorët e Grabanicës, pa biseduar pak me disa aktivistë të kësaj shkolle, të cilët ndër vite punuan pa u ndalur për arsimin dhe për shkollën shqipe. Për pak minuta kemi lënë shkollën e re, derisa jemi fokusuar këtu pranë një objekti ku është objekti i vjetër i shkollës, e që pranë vetës kam një aktivist i cili me të vërtet ndër vite ka dhënë kontributin e vetë në fushën e arsimit të shkollës për fshatin Grabanic. Pranë vetës kam Florim Zeqa. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, ne zotëri Florim do ta bëjmë një ecje të shkurtër kështu, do shkojmë drejt objektit të ri të shkollës dal nga dal dhe bashk do t'i përmbledhim në minuta pak më të shkurt sepse për kontributin tuaj na duhet gjatë me fol. Tregon pak fillimisht për kontributin tënd ndër vite që e ke dhënë për fshatin Grabanic. Unë faktikisht vi nga fshati Bokshesht, po veprimtarinë e kemi zhvilluar si lokalitet në këtë qendër këtu, në këtë godin këtu, në këtë objekt shkollor këtu, që e kemi këtu pronë, që aty shifët është edhe mbi shkrimi Azembejta. Këtu ka qenë strumbullore i gjitha aktiviteteve. Për gjithë çka ka qenë e domosdoshme për rezistencën e kohës, për rezistencën paqësore të viteve 90-ta, të gjitha aktivitetet i kemi zhvilluar në këtë objekt këtu. Duke filluar nga rezistenca për
për mbrojtjen e emrit të shkollës e deri tek ato të ma vonshmet që kanë ardhur, mirë po problemet në veçanti duhet ndalëm nga vitet e 90-ta, ku makineria dijet e Miloševićit e boni, të themi kështu, segregacionin, ndamin e nxënësve në baza etnike, kështu që ne edhe pse kemi qenë lokalitet përbashkët, e kemi pas shkollën e ndamë. Një pjesë e kanë shfrytzuar minoriteti serb që kanë qenë vërtet, kanë qenë pak numër, kurse pjesën ndërmuese e kemi pas ne, dhe vërtet kemi pas rrethona specifike në atë kohë, kështu që do është vërtet tregomit kujdesshëm, po megjithatë fol unitetit dhe kompaktësisë që e kemi pas si lokalitet, po edhe si kolektiv i shkollës, që unë nga viti 92 kam punu për 3 vite rresht në këtë shkollë si mësimdhënës, pas vrasjes së dëshmorit kombitarit Berisha, unë e kam zavendësu edhe kam punu për disa vite këtu, deri që u detyrova të largohem për shkak të dhunës në emigracion. Kështu që këtu e kemi zhvilluar një veprimtari vërtet jashtëzakonshme dhe gjithçka ka qenë në baza kombëtare. Edhe pse ka qenë e vështirë, ne për herë të parë atë kohë i kemi aplikuar, themi kështu, rregullat dhe standardet e punës sipas Kushtetutës së Kaçanikut me sistemin e Republikës së Kosovës. Gjitha diplomat janë lëshu me sistemin e Republikës së Kosovës. Dhe gjithçka ka frymuar në gjuhën shqipe dhe në frymën kombëtare. Cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha me punu në atë kohë? Po thu që ka qenë shkolla e ndarë, cilat me çfarë vështirësive jeni përballë? Me vështirësi ndryshme, për shkak se shpesh vizitoheshim në thojza nga policia serbe, por veç asaj kemi pasur edhe drejtorinë e dhunshme serbe këtu, që ata kohë pas kohe na pengonin, na ngacmonin, na provokonin me gjithçka kishin. Shembull ta marrim, po në forma ndryshme, shembull ta marr, unë si arsimtari kulturës figurative e përgjodha si temë portretin e Skënderbeu. Dhe ideua paraprakisht që t'i zgjedh 3 punimet më të mira dhe njërin prej aty në 3 më të mira ta vendosin në gazetën e Murit në shkollë. Dhe e vendosa. Dhe 3 herë drejtoresha e dhunshme serbe ma ka hjek nga Muri derisa drejtori Selmanet jemi atë kohë, drejtori i shkollës, edhe mu lutë Florim tha, mos e vendos, mos se mujnë me na bëhë dhe ndryshe, e kështu të shfrytëzojmë këtë mundësi që e kemi, e të vazhdojmë punën tonë normalisht qësh edhe kërkohë dhe duhet ta kryejmë obligimin tonë kombëtar. Mirë, tregom pak për jetën tonë tash, kur të shish arsimin tash në këtë kohë, do me thonë që gjithçka mësojnë gjuhën shqipe, institucionet në gjuhën shqipe, arsimtar, drejtar, që është ndihesh tash? Tash është skenari me punu, edhe është shumë lehtë me punu, me nxënës në këto rrethona. Atëherë si që se kam marrë ka qenë e vështirë, mirë po vërtet sot është kënaqësi me punu me nxënës, se janë kushtet janë më të volitshme, ambientet e mira, siç është ky tash objekti sapo ndërtuar i shkollës, kështu që tash është shumë lehtë, shumë mirë. Unë është thomi kështu hera por pas 30 viteve që e shijoj kënaqësinë e ditës shkollës. Se ka qenë vërtet ka qenë koincidencë këtë ditë shkollës, se ka ndodhur që 30 vite më parë, një ditë para ditës shkollës, nga dhuna serbe, jam detyruar me u kthy shtëpinë e nxënësve dhe familjes me ikë për emigrim, e foti e deshti djeni ditë para ditës shkollës, vi prapë dhe të bëhëm bashkë, dhe sot vërtet po ndjehem njeriu më i lumtur në botë që e shijova këtë mrekulli, këtë kënaqësi që e shijum bashkarisht në ditën e shkollës, dhe me çast edhe u bën edhe përorimi i bushtit të heroit kombëtar Zëmbeta, cilin emër e kemi mbajtur me krenari në vitet më të vështira. Grabanicën dhe këtë shkollë i të regioni Pejës e kishte pikë furnizuese me materiale shkollore, deftesa, diploma, ditar e gjitha të tjerat, që shkollës shqipe në vitet e 90-ta i nevojiteshin për mbijetesë dhe pavarësim të plot nga okupatori serb. Të flasim për kontributin ndër vite të arsimit në Kosovë, nuk kemi se si me kalu në fakt një aktivist, një profesor i cili me të vërtet ka dhënë kontribut, por që në pika të shkurtra do të na tregoj profesori Adem Geca, cili është
Apo si jeni njohur ju para 30 viteve me drejtorin e shkollës në atë kohë, me fshatin, me gjithata arsimtar, staf arsimor që kam punuar këtu. Dhe cila është ajo raporti që keni pasur ndërmjet veti, duke marrë parasysh që ju keni dhënë kontribut në një komunë tjetër. I faleminderit për intervistën, edhe shtëpisë tuaj, faleminderit udhëheqësit të fshatit dikur dhe sot, Baleti, i cili është interesuar që të më ftoj, dhe të ndjem krenar se unë në vitet më të vështira të arsimit shqip, kur gjithçka u rënu nga Serbia, fati më solli në këtë fshat, e fati më solli në këtë shkollë dhe fati më solli ta njoh Selman Etemin, kryetarin e Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar, ta njoh Xhafer Bashotën dhe gjithë shokët e tyre përreth, ta njoh këtë kolektiv dhe këtë fshat. Ky fshat, ky kolektiv dhe Selman Etemi kanë emrin Rezistencë. Dhe ishin nga të parët në rezistencë të mbijetesës së shkollës shqipe. Nga shtëpia e Selman Etemit, të cilën e vështrova sot me krenari e dhëmbje, dhe e njiva mungesën e Selmanit, ka dalë diftesat e para, jo vetëm për shkollat e Klinës, po për shkollat e Istokut, Pez, Deçanit, dhe me radhë, thot për gjithë Dugagjinin, Selmani ka qenë përgjegjës. Mu kujtu rasti që Selmani thoshte, as 5 minuta para 5-ve në mëngjes, as 5 pas 5-ve. Do thot në ora 5 të mëngjes duhet të ishim të shtëpia Selman Etemit dhe të këtyre aty të ngarkonim deftesat. Përgjegjësia ishte e shumë fish, nga se ato deftesa ishin paguar me djersën e popullit. Prandaj du t'i runim me që do të mbetëshin nxënësit, pa ato, po du t'i runim edhe djersën e popullit, po do të pësanim edhe ne. Më kujtohet rasti par i marrjes së deftesave, makinën na ka ofruar Agim Qeta. Ishte Agim Qeta, ishte Adem Geca, ishte Bajram Berisha dhe ishte Zeqir Mehmetaj. Ata që për herë të parë tërhoqëm nga shtëpia Selmani deftesat dhe Selmani duke na përcjellur si gjithmonë tradita shqiptare që ka edhe ky fshat, për tej binarët e trenit, që me fat i dërguam në Bonje dhe ju shpërndan nxënësve i Stokas pa asnjë, si të themi, asnjë përballje me policinë, fati e deshi ashtu, përndryshe na ishim të gatshëm ta marrim dhe përgjegjësinë. Rruga na shkoi shkurt sepse Agimi thoshte, ju, nëse na kapin policia, ju s'dini gjë çfarë kam unë në bagazh. Zesha thë kënë dashmi ju qutë të policia ju qoj kur dëni, Ademi kryetari i Lashit, Lidhjes Arsimtare, thoshte jo, përgjegjësia bjevi mu, Bajram Berisha po e marron dhe në rrugës i për duke u kaca fytur, ne arritëm në Trubohovc në shtëpin e Zeqir Mehmetajt, ku ja lam kujtim edhe deftesat e para me bishkrimin e Republika e Kosovës. Kjo gjë më lidh mu me Gravanicën heroike, kjo gjë më lidh mu me shkollën heroike dhe me emrin e kësaj shkolle Azem Beta, që ishte tingëllim për kohën, siç ishte edhe drejtori i parë. Profesor, faleminderit shumë. Edhe një herë Gravanicën, falenderoj drejtorin, falenderoj drejtorin e drejtoratit dhe gjithë ata që u interesuan të më nderojnë se harrimi është krim. Prandaj, s'ne harrun bashkëpunimin që kemi pas në nivel regional, nuk u harru as drejtori i shkollës së parë, Selman Etemi, nuk ishte lehtë të thuaj në polici, po unë kam shpërndar deftesa, unë kam shpërndar vula, unë kam shpërndar abetare. Ishte kjo urdhëresa e doktor Ibrahim Rugovës, atëherë shkolla e pavarur dhe ishte kushtetuta Kaçanikut që na bënte guxuam mos guxuam, duhet të thoshim ashtu. Prandaj i përshëndes edhe kryetarin e Lidhjes Arsimtare Shqiptare në akord që posmoni që bari shumë, dhe Agim për dy në nivel regioni dhe gjithë ata që bashkëpunun me Selmanin, me Ademin dhe me gjithë ata që u vunë në ballë të arsimit shqip në përkomuna. U larguam nga shkolla Azem Beta duke i përshëndetur të gjithë të pranishmit dhe duke i falenderuar për pritjen. Mirë po, nuk u larguam nga fshati Gravanic, pa shprehur lavdin dhe për dëshmor të këtij fshati. U ndalëm fillimisht tek busti i dëshmorit Sadri Berisha, i njohur komandant Syke. Shumë gjona lidhen me këtë dëshmor
dhe shumë gjona lidhen këti dëshmoj me këtë fshat. Sepse ka qenë një për aktivistëve të mirë të këti fshatit, një për kontribuzëve të këti fshatit të mirë, edhe një për prizve të ati shtabit, ashtu quajtur shtabit lokal nga Banicë, ka qenë pris e ati shtabi, ku jena konë edhe shumë bashkëpunëtor tjerë me ta. Sa dëja ka shku, neve në kalon shumë mongu që o duft tjenë e të punoj, e të kontriboj që ka mujtë të kontriboj apat, po çdo herë lavdia edhe është mbiton, edhe ne si fshat nuk do të harrojmë kur as sa dëjnë, as familjen e tij, as njerëz që kanë kontribuar, kanë dhënë shumë për këtë fshat. Jo, do të jemi çdo herë me njës për ta. Shumë gjona lidhen edhe me këtë pllak këtu, edhe me këtë shtab, edhe me këtë mujnë majmë, sepse në vitin 98, bune këtë vend, ku formu shtabi këtu, ka qenë konfrontimet e parë dhe lufta e parë dhe me forcat serbe lufta e parë edhe jemi një ndër fshatat e parë. Mbas qerezit i Koshanit, Haradinaj dhe Jasharit. Ja. Këtu ka qenë lufta e parë, këtu janë vënë njerëz, këtu liftu ballë për ballë me armikun edhe këtu e mbajmë një pllak për kujtimore në emrin të asaj që më duhet të falenderojmë edhe komandantët, edhe njerëz që kanë marrë pjesë, edhe njerëz të fshatit që kanë marrë pjesë në atë luftë. Kurse në anën tjetër, me kontributin tonë kemë arrit jashtë luftës të ndërtojmë këtë dhomë kaq të bukur për nevojat të fshatit, me kontribut gjithë këtyre fshatarëve për të cilët jemi edhe me njës, kurse trotuarët, parkingjet e këto na kanë ndihmu komuna që edhe ata shumë i falenderojmë dhe i përkrajmë për kontributin e dhënë. Lavdi edhe për dëshmorin Faruk Elezi, i cili po ashtu ra në altarin e liris për të mos vdekur kur. Tani jemi për një lapidarit, të një dëshmorit, i cili edhe ky ka ra po ashtu në muajin maj të vitit 98, para 27 vjetë, o fjala për Faruk Elezin, djalë Hasajti që ka ardhur nga një fshat, nga Gjurgjeviku i vogël, të na ndihmoj këtu të liftoj këtu, ka pas fatin të bie dëshmor, në këto male këtu ku jeni mrapa, dhe çdo herë lavdia dhe respekti shkon mbi to dhe mbi familjen e tij. Jemi në ambientet e restorant Gëzimi, këtu në qytetin e Klinës, ku krejtësisht për fund, kryetari i fshatit Grabanicë, zotëri Sejdi Paleci, don me i falenderu të gjithë këta që kanë ardhur këtu, që e kanë ndëru këtë ditë dhe kontribuesit që e kanë financu këtë drekë sot. Edhe ja faleminderit, jemi këtu në një drek që ka organizu Këshilli i Fshatit me ndihmën e fshatarëve, bashkëdhëtarëve tonë, që i faleminderojmë shumë për kontributin që kanë dhënë. I faleminderojmë edhe herë gjithë pjesëmarrësit, kujtarit, stafin e tij, shkollën, drejtorët, bashkëtarët, veprimtarët dhe gjithë ata që kanë gjetë kohë që të vinë në këtë drek. Edhe ju bëhet mirë, ju urojmë suksesin të ardhmen, edhe inshallah takohemi për projekte të ardhme edhe më të mira edhe më. Faleminderit shumë. Faleminderit.